Jo se mbajmë. Vazhdo. Çfarë keni ju? Si dyshohet se ka marrë rrjeva? Arditin unë kam qenë daje, pra unë jam nipi i familjes. Ne si familje i bëjmë thirrje shtetit që të ndërhyjë dhe të na sillin aparaturat përkatëse që të paktën të gjejmë trupin. Kjo është një rast shumë fatkeqësi për familjen tonë. Ne me këmbgulje më të madhe kërkojmë që me të vërtet shtetit të na ndihmoj. Duhet të na ndihmoj, të paktën të gjejmë trupin. Pra familja është e pamundur me jetu këtë lloj mënyre. Ju lutem, i bëjmë thirrje shtetit, institucioneve, kush të jenë institucione përkatëse që të mundohen dhe të na gjejnë aparaturën. Me sa informacione kena marrë, dim që është një kompani turke që kanë aparaturën. Për fat keq që emrin nuk ja di, por shumë me zëra njerëzish kena marrë vesh që ka ndodhur një rast i tillë në Valdez, edhe kanë arritë dhe kanë gjetë trupin. Pra, ju lutem. Deri në këtë moment që po flasim, sa forca janë, kush është? Deri në moment që po flasim, më shumë janë vullnetar, janë njerëz që vijnë nga fshatrat përreth, janë kam pa që ka dhe disa ushtar, unë vetë kam pa vetëm 4-5 aty. Policia është këtu, me të thënë drejtën, që i falenderojmë. Bashkia është këtu, që i falenderojmë. Por dhe ato janë njerëz si puna jonë dhe nuk besoj që ne mojnë dot, pra na duhen aparatura, patjetër dot. Po aparatura nuk e zgjihet dot. Aparatura ne nuk e gjen dot, privatisht nuk e gjen dot. Duhet patjetër që ndërhyjnë shteti. Terreni është shumë i thyeshëm. Aty makineritë nuk futen dot. Është e pamundur, kështu që sepse këtu ledha ka shku, domethënë sa kilometra? Unë kam me sa informacion tek 8 kilometra. Kështu që është pothuajse e pamundur. Tani deri në këtë moment vetëm janë gjetur pjesë të fadromës. Deri në këtë moment janë gjetur disa pjesë të fadromës edhe ato të caktuara. Pra, është më serioze se sa ne mendojmë.